Përshëndetje. Ka një zë të çuditshëm në kokën tonë që sa herë që marrim rrogën na thot ke punuar shumë, shpërble veten tani. Dhe kështu me një dorë që blejmë gjëra që situam për të dukur më mirë ndaj njerëzve që nuk i pëlqejmë dhe me dorën tjetër fshim llogarinë bankare e cila bëhet më e zbrazët se frigoriferi i një studenti. Pastaj vjen java e tretë e muajit, ajo javë ekzistenciale që mendon se jeta është e padrejtë, rrogat janë të vogla, inflacioni galopant dhe kursimet një teori që njerëzit që ndoshta nuk ekziston realisht, fillon shan qeverin, i shan të gjithë dhe nuk ngopesh. Po, pyetja që del, pse duhet kursejmë? Jo sepse është moderne, dhe jo sepse thotë në çdo blog financiar i rrjeteve sociale, që na tregon si të bëhemi milioner edhe në gjumë. Duhet të kursejmë sepse jeta është e paparashikueshme. Dhe siguria psikologjike, ajo ndjesi që edhe nëse humbet punën, sëmuresh, ndahesh nga lidhja apo bie ekonomia, nuk të zë paniku. Është një luks që vjen nga kursimet. Nga pikpamja psikologjike, kursimi krijon një ndjenjë kontrolli, një ndjesi që jeta nuk na jep thjesht, por që kemi edhe ne një fjalë për të thënë për të. Pyetja është sa duhet kursejmë? Nuk ka recetë magjike. Por psikologët dhe këshilltarët financiar bien dakord vetëm për një gjë. 5 deri në 20% të ardhurave mujore në varësi të mundësisë është një fillim i shëndetshëm, një gjë e mirë. Por le të jemi realist. Për dikë që jeton në kufijtë e mbijetesës, ka plot. Kjo është një luks i madh. Për dikë tjetër që fiton mirë, por harxhon si të mos ketë të nesërme, është çështje vetë disipline. Kursimi nuk është një shifër, është një zakon. Dhe zakonet ndërtojnë ngadalë. Jo me premtime të mëdha, me aplikacione luksi, por edhe me një vendim të qetë, të qartë. Nuk do të shpenzoj të gjithën. Po pse nuk kursejmë dot? Ka disa arsye psikologjike shumë më të thella se sa më pëlqejnë rrobat e reja, prandaj i prish. E para është nevoja për shpërblim të menjëhershëm. Truri ynë është i programuar të kërkojë kënaqësi të menjëhershme. Kursimi për fat të keq nuk jep dopamin. Të paktën jo në fillim. Ndërsa blerja një telefoni të ri ta jep menjëherë. Truri thotë mos u merr me të nesërmen. Jetoj të sotme. Filozofi që tingëllon e bukur derisa karta e kreditit të fillojë të qajë, të ngelet bosh. E dyta është modeli familjar. Nëse je rritur në një shtëpi ku çdo qindark shpenzoi menjëherë, ose ku paraja shihej si burim faj, shqetësimi apo mungese, ka shumë gjasa që edhe ti nuk e kupton funksionin e kursimit. Kursimi nuk mësohet vetëm me shifrat, por me shembuj. E treta është frika nga e ardhmja. Është paradoksale, por shumë njerëz nuk kursejnë sepse e shmangin mendimin për të nesërmen. Ata ndjen keq kur mendojnë për diçka emergjente, për pleqëri, për papunësi, dhe si strategji mbrojtëse thonë, ç'të kursej? S'dihet a do jem gjallë nesër apo jo? Ky është më shumë një sulm paniku i brendshëm se sa një filozofi jetese. E katërta, presioni social. Në një epokë Instagramit, të themi, ku të gjithë duken sikur po jetojnë në resorte, të kursesh, duket si prapambetje, si diçka e tejkaluar nga modja. Shumë e kanë të vështirë të thonë jo ndaj një darke, një udhëtimi, një telefoni të ri, markës së fundit, sepse s'duan të duken si të varfër dhe kështu shpenzojnë
më shumë për të ruajtur atë që quhet imazh përballë njerëzve që ndoshta janë në të njëjtin situatë. Po pse ngatrojmë kursimin me dorështrëngimin? Kur themi e cingun, sepse ne jetojmë në një kulturë që shpesh e glorifikon shpenzimin dhe tall racionalitetin financiar. Njerëzit që kursejnë, që nuk bëjnë çdo gjë në ofertë, që mendojnë 2 herë para se të shpenzojnë, quhen dorë shtrënguar, koprac, cingun, matrapaz të jetës. Po në të vërtetë, dorë shtrëngimi nuk ka të bëjë me kursimin. Kursimi është një akt i vetë kujdesit dhe planifikimit. Vjen nga një marrëdhënie e shëndetshme me paran, kursen për të ndjerë i sigurt nesër. Ndërsa dorë shtrëngimi është frikë, kontroll dhe mosbesim ndaj të tjerëve. Vjen nga ankthi, varfëria emocionale ose trauma. Nuk shpenzon as për veten dhe as për të tjerët. Personi që kursen është i ndërgjegjshëm. Ai që është dorështrënguar është i kontrolluar nga frika. Po, çfarë të bën një kursyes të mirë? Kupton dallimin mes dëshirës edhe nevojës. Jo çdo gjë që e dëshironi e ke domosdoshmërisht nevojë. E pranojnë që kursimi është një mënyrë për të dashur veten, jo për të ndëshkuar. Shpenzon për përvoja dhe jo për status. Mban një fond emergjence dhe nëse është vetëm 50 euro. Dhe si përfundim do të thosha se paraja është dhe si pasqyrë psikologjike. Mënyra se si e trajton paran tregon shumë për ty. Disa shpenzojnë gjithçka sepse duan të duken të fortë. Disa e grumbullojnë me mani sepse kanë frikë nga gjithçka. Disa të tjerë, më të rrallë, sigurisht, e përdorin si mjet për liri. Kursimi është një formë dashurie për veten në të ardhmen, diskutohet. Është një mesazh që i dërgon vetes nesër. Po mendoj për ty. Do të dua dhe të kujdesemi të mos mbetesh pa rrugëzgjidhje. Në fund të fundit s'ka asgjë të keqe, të duam të jetojmë mirë sot. Por është më e mençur të sigurohemi që do të kemi edhe një të nesme që nuk jemi të detyruar të jetojmë keq. Miq, këtë do të thosha në këtë video, ju falenderoj për vëmendjen. Nëse doni bëni komentet tuaja, por mos harroni të bëni subscribe në kanalin tim për të marrë videot e re që unë e therr pas here. Edhe në videon tjetër, mirë takofsh.